pa informacion dhe i lëm pa mundësi për të reaguar në momentin e duhur. Sara di se si është komuniteti atje njerëzit njihen me të gjithë. Dhe nuk mund të kesh. Po, njerëzit Kur e njihen me të plaku i gjithë. fshatit, nuk ka informacione se Ka, i debat kryeplaku nuk mund dalë jashtë atij rrethit ku gjithë e dinë që ka probleme, po gjithë duhet të mbyllin problemet brenda. Duhet të vërë në dieni të paktën institucionet për parandalim, se është gjë tjetër ajo çfarë ne duam sot të kemi dhe është gjë tjetër realiteti, sepse shumë herë dhe policia ka pasur dieni mjaft për ngjarje ku ka pasur gjakmarrje dhe ka qenë në dieni të konflikteve dhe ngjarjet kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin. Edhe polici nuk i shpëton atij mendimit atje në atë zonë ku thotë merruni vesh herë ju me njëri tjetrin nëse nuk e zgjidhni ju pastaj vim ne. Edhe polici. Pra, ky është çështje mentaliteti edhe e trashëguar. Ne kemi patur edhe kanuni i cili ka pas funksionuar para se ligjet të funksiononin, i ka pas dhënë zgjidhje më mirë se sa mendojnë edhe mundohen t'i japin nëpër zona apo rajone të caktuara, sepse në kanun nëse vrisje për çështje pronësie dhe ti kishe kryer një krim i cili pra arsyeja e krimit nuk të takonte drejta që ke kërkuar dhe ke shkuar deri në krye një ngjarje të rëndë nuk do takonte, dëbohesh nga ajo zonë. Jo ti, po gjithë familja. Pra kishte masa brenda përmenda zonës dhe kishte të parashikuar. Por kur kemi pasur këto vendime, se qytetarët nuk kanë reaguar që në fillim. I vllai në këtë rast mund të quhet një njerëz që ka fshehur autorin apo në fakt në këtë rast kemi bashkëpunëtor, ndryshe nga herët e tjera, duke qenë se motra menjëherë sapo është telefonuar nga vllai, ndryshe nga rastet më parshme që policia negocion për rastet kur familjarët fshihen tek të afërmit e tyre apo kanë dieni për vendin se ku ndodhet autori, ajo menjëherë ka njoftuar policinë, nuk mund të themi se jemi në kushtet ndryshe nga ngjarjet më parshme ku është mbajtur për disa ditë madje dhe nuk është treguar, ndërsa ditën e djeshme menjëherë të paktën rreth orës 17 ka ndodhur ngjarja në Klos, ndërsa rreth mesnatës së shkuar është bërë dhe arrestimi i autorit në zonën e Alliasit. Për sa kohë kemi dorëzim vullnetar dhe kemi informacione të marrë brenda familjes dhe kemi patur negociatat e para të bëra nga motra dhe nuk mund të përjashtohet dhe vllai këtu në këtë mes, për sa kohë kemi dorëzim vullnetar, do të thotë që këto kanë qenë bashkëpunuese dhe kanë dhënë informacione dhe mund të kenë shmangur dhe një situatë më të rëndë ku mund të shkonte një përplasje mes agresorit dhe strukturave të policisë. Kështu që nuk mund të themi që kemi patur një bashkëpunim. Ndoshta hetimet e vazhdueshme do shikojnë edhe do shikojmë se si ka qenë fillimi i kësaj ngjarje, pse ka ndodhur ngjarja, se unë nuk mund të them që as mund ta besoj që kjo ngjarje ka qenë e çastit dhe askush s'ka patur informacion më parë për një situatë e cila ka agravuar në kohë të ndryshme dhe kemi ardhur deri në momentin që mund të jetë nisur për të zgjidhur dhe ka eskaluar dhe ka shkuar deri në këtë ngjarje të rëndë. Ndërkohë që motra është ajo që ka njoftuar edhe menjëherë sapo është njoftuar nga vllai i saj për ngjarjen, ka qenë bashkëpunuese duke njoftuar policinë, ka njoftuar policinë e Klosit, më pas është bërë koordinimi me drejtorinë vendore të policisë Tiranës, duke thënë se ai ndodhej në Tiranë dhe për shkak të vendodhjes së saktë që ka dhënë menjëherë kanë qenë uniforma të butë, të cilat kanë bërë edhe arrestimin e tij duke mos pasur problematikat e tjera se i përket edhe mënyrës për t'u shmangur përballjes me drejtësinë dhe është bërë edhe arrestimi dhe më pas shoqërimi drejt Klosit atje ku do të më pas do të jetë edhe Nuk dim nëse për shkak autori ka qenë i skeduluar në polici më parë. Nuk rezulton